Lishevës. Po, kjo është shumë problem, por është përgjegjësi e komunës, përgjegjësi kompetencë ligjore e komunës, gjithsesi ata duhet të raportojnë në detaje dhe çdo orë humbur duhet të zëvendësohet. Edhe natyrisht duhet të adresohet që probleme të tilla të mos ndodhin të ardhmen, sepse është absurde që të mbeten pa lënë të para ngrohen në mes të periudhës së dimrit. Kjo pa përgjegjësi edhe keq organizim nuk ka të bëjë me sikurse të çështja e vërshimeve, por është diçka e pa planifikuar edhe në aspekt të faktorëve të jashtëm natyror këtë rast. Jam në linjë drejt për drejt me Artan Pasharizin nga komuna e Malishevës për të folur pse nuk ka nisur gjysmëvjetori i dytë si në shumicën e komunave. Pasharizë, faleminderit shumë. Na trego arsyet lutem pse keni marrë vendim që të shtyhet fillimi i gjysmëvjetorit të dytë. Përshëndetje së pari për juve. Drejtëria për Arsim dhe Edukim në komunën e Malishevës, pas vlerësimit të situatës faktike në terren dhe pas të dhënave të marra nga shtabi komunal për menaxhimin e situatës nga vërshimet, por edhe rënja e temperaturave ka vendosur që ta shtyjë për 2 ditë mësimin apo fillimin e gjysmëvjetorit të dytë, sepse në territorin e komunës së Malishevës ka disa probleme që janë shkaktuar si pasojë e rreshjeve të fundit, po është dëmtuar rënd infrastruktura, në përgjithësi infrastruktura rrugore, urat e tjerë, të cilat ndikojnë drejt për drejt në mbarvajtjen e procesit mësimor, në kuptimin se nuk mund të shkojnë fëmijët në shkollë, nxënësit nuk mund të shkojnë në shkollë, kanë probleme. Rrugët kanë qenë të lagura, pastaj ngricat kanë bërë edhe punën e saj, domethënë ka shumë akull nëpër rrugët, në lagje, në trotuare e tjerë, por në disa vende kemi edhe dëmtim të urave që e pamundson lëvizjen e fëmijëve apo mund të rrezikohet jeta e tyre. Dhe si rezultati i kësaj, Drejtëria për Arsim dhe Edukim ka vendosur që ta shtyjë procesin mësimor ose fillimin e gjysmëvjetorit të dytë edhe për 2 ditë, të cilat do të kompenzohen më pas gjatë procesit mësimor. Arsye janë gjendja e rrugëve. Edhe diçka dua të shtoj, lutem. Përveç problemeve në infrastrukturë, janë shfaq shumë probleme edhe tek pronarët apo transportuesit, pronarët e autobusëve apo kombibusëve, të cilët kanë pësuar dëmtime në disa raste, kanë pas dëme në automjetet e tyre dhe nuk mund ta bënin bartjen e nxënësve. Edhe ky ka qenë një nga problemet që është faqë që kemi pasur gjatë ditës, sepse kemi pasur edhe shumë punëtorë që s'kanë të shkojnë në punë e tjerë. Situata është